Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit më shpëlotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetat e Allahut xhaleshathu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Në një pasdite të qetë, kur zhuma e ditës fillon të zbehet dhe mendja kërkon pak pushim, njeriu shpesh përballet me veten e tij në shumë momente të jetës. Është ai çast kur zemra kërkon diçka që nuk mund të përshkruhet lehtë, një ndjenjë sigurie, një prehje e thellë, një qetësi që nuk varet nga rrethanat. Në këtë kërkim të heshtur, shumë njerëz enden mes gjërave të përkohshme, duke menduar se aty do të gjejnë paqe, por sa herë që ato zhduken, zbulojnë se boshllëku mbetet në to. Pikërisht, këtu fillon udhëtimi i vërtet i zemrës, kur ajo kupton se qetësia që kërkon nuk gjendet në këtë botë, por në lidhje me ata që ka krijuar këtë zemër, në një kthim të sinqert drejt Allahut, aty ku çdo shqetësim fillon të zbutet dhe çdo plagë shpirtërore fillon të shërohet. Të dashur dëgjues dhe shikues, do ju ftoja për ditën e sotme të ndiqnim së bashku surën Shirah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotet. Vallë, a nuk të hapëm ty o Muhammad sallallahu alaihi wasallam krahalorin për të pranuar besimin dhe ta hoqëm barrën, e cila ta rëndonte tepër kurrizin dhe ta lartësuam emrin, dhe të vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Prandaj, kur të çlirohesh nga punët e ndryshme, përpiqu fort në adhurim dhe vetëm ndaj Zotit tënd përkushtohu. Të dashur vëllezër dhe motra, në misionin Trokitje shpirtërore për ditën e sotme, do të flasim rreth temës qetësia që vjen nga Allahu i Madhëruar. Zemrat rëndohen nga errësirat e kësaj bote. Mendja mbetet e lodhur dita ditës nga shurmat e kësaj bote e cila është kalimtare. Dhe njeriu ulet me veten dhe kërkon më të vërtetën, më të bukurën. Kërkon atë të cilën i jep qetësi dhe është mëshira dhe adhurimi i Zotit të qetësisë. Në një botë që lëviz pa pushim, ku çdo ditë duket si një garë e heshtur mes lodhjes dhe kërkesave të jetës, njeriu shpesh humbet diçka shumë të çmuar, e cila është qetësia e zemrës. Ne kërkojmë rehati në pushime, në njerëz, në sukses, në shpërqendrime të ndryshme, por sa herë që këto mbarojnë, zemra kthehet sërish në një boshllëk të lehtë, sikur diçka ende i mungon në asaj zemre. Allahu na kujton një të vërtetë që është një kohësisht e thjeshtë dhe e thellë, teksa thuhet Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, me kujtimin e Allahut qetësohen zemrat. Ajeti 28 i surës Ra'd. Kjo nuk është vetëm një ajet për të lexuar, por është një realitet për të jetuar. Sepse zemra e njeriu është krijuar për të qenë e lidhur me Zotin e saj. Kur largohet nga kjo lidhje, ajo bëhet e shqetësuar. Kur rikthehet përsëri te kjo lidhje, ajo gjen atë prehjen, paqen që ka kërkuar gjatë gjithë kësaj kohe. Sa herë që njeriu ndalet, qoftë edhe për pak sekonda, dhe përmend Allahun me sinqeritet, diçka ndryshon brenda tij. Nuk është gjithmonë një ndryshim i madh apo dramatik,
por është një qetësi e butë që zbret si një mëshirë e padukshme mbi zemër. Në të vërtetë, përkujtimi i Allahut nuk është vetëm në fjalë, por në vetëdije të vazhdueshme që e mbështjell jetën e besimtarit. Është kur njeriu e përmend Allahun jo vetëm me gjuhë, por edhe me mendime, me vendime dhe me mënyrën se si e përjeton çdo moment të jetës së tij. Atëherë, edhe vështirësitë nuk e tronditin këtë njerëz si më parë, sepse brenda tij ekziston një qendër qetësie që kurse si nuk lëkundet, sepse mbështetet në Zotin një dhe të vetëm. Dhe ndoshta bukuria më e madhe e kësaj është se kjo qetësi është e arritshme për çdo, në çdo kohë dhe në çdo vend qoftë ai. Nuk kërkon pasuri, nuk kërkon pushtet të veçantë, por kjo qetësi kërkon vetëm një zemër e cila kthehet në rrugën e drejtë dhe kujton Allahun me sinqeritet. Në mes të një dite të nëngarkuar, në heshtjen e natës, apo edhe në një moment të shkurtë të reflektimi, njeriu mund të gjejë atë prehje që nuk blihet dhe nuk zëvendësohet me asgjë tjetër. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: zemra është shtëpia e Allahut, prandaj mos vendos në të askënd tjetër përveç tij. Sa e thellë është kjo thënie, sepse shpesh ne harrojmë që trupi, qenia jonë është amanet nga ana e Allahut xhaleshanhu, dhe neve ashtu siç na ka krijuar Zoti i gjithësisë, duhet ta kthejmë këtë amanet tek Allahu, dhe shpirtin nuk duhet ta ngarkojmë me gjëra kalimtare të kësaj bote, nuk duhet ta mbushim me njerëz dhe me frikra e me shumë gjëra të tjera dhe këçmëri kalimtare. Duhet ta mbushim me adhurim, me përkushtim, me vepra të mira, sepse këto do na bëjë dobi në llogaridhënie në botën tjetër. Në jetën tonë ka momente kur gjithçka duket e rëndë. Kemi ulje ngritje në jetë, kemi momente sfiduese, kemi momente paqeje dhe kemi momente të cilat humbin njerëz që i duam, vjen një krijesë e re në jetën tonë, pra njeriu çdo ditë të jetës së tij ka dhe humbje dhe ngritje njëkohësisht. Por ai i cili beson në Allahun e Madhëruar, ai i cili në zemrën e tij ka vendosur Zotin e gjithësisë, e din se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Shefan dhe në surën e përzgjedhur për ditën e sotme, në surën Inshirah, sepse Allahu na ka premtuar këtë gjë, që ai i cili beson dhe bën vepra të mira, do të gjejë të mira si në këtë botë edhe në botën tjetër. Prandaj, të mos e mbushim shpirtin tonë me gjëra kalimtare, sepse në këto momente kur neve e mbushim shpirtin me gjëra të cilat nuk kanë vlerë, njeriu aq shumë mbushet saqë nuk gjen rrugë zgjidhje dhe humbet tërësinë e tij dhe e humbet atë rrugën dhe idealin që duhet të ndiqte. Por kur ne na kap lodhja dhe kur kërkojmë që të dalim nga kjo gjendje e lodhshme, kapemi pas litarit të Allahut, Kuranit familjar, fjalës së Zotit të gjithësisë dhe përkushtohemi në adhurimin ndaj Allahut, në këto momente, Allahu na përgëzon dhe na thot që ai është pranë nesh, sepse kur ne i lutemi Zotit të gjithësisë, qoftë edhe me fjalë o Zoti im, pra Allahu e sheh brendin ton dhe e sheh që në thellësinë e zemrave tona ne kërkojmë pra mbështetje dhe kërkojmë pra rrugëzidhje nga Zoti i gjithësisë. Dhe çfarë bën Allahu në këto momente? E ka thënë në Kuranin familjar, në surën Bekare në ajetin 186, se kur robërit e mi të pyesin për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Sa ngushëlluese është ky ajet. Nuk ka distancë mes njeriu dhe Zotit të tij. Nuk ka nevojë për ndërmjetës të largët. Vetëm një zemër që troket me sinqeritet dhe porta e të gjithë mëshirshmit është ajo që nevojitet. Dhe ndonjëherë, përgjigjja e Allahut nuk vjen në mënyrë që ne e presim, por vjen në formën që është edhe më e mirë për ne. Ndonjëherë vjen si lehtësim, ndonjëherë si durim, dhe ndonjëherë si një qetësi që të mban në këmbë, edhe kur gjithçka tjetër duket e paqëndrueshme. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mos e kërko qetësinë në këtë botë, por kërkoja atë në kënaqësinë e Allahut të plotfuqishëm. Kjo është një ndryshim i madh në mënyrën se si ne e shohim jetën, sepse nëse kërkojmë qetësi në gjëra që ndryshojnë, edhe qetësia jonë do të jetë e përkohshme. Por nëse e lidhim zemrën me Allahun, atëherë dhe në mes të vështirësive, brenda nesh mbetet një stabilitet i heshtur.
Ka një bukuri të veçantë në ato momente kur njeriu është në vetëm dhe flet me Zotin e tij. Pa zhurmë, pa njerëz që e shohin, pa sy që e gjykojnë, vetëm një zemër dhe krijuesi i saj. Në ato çaste njeriu është aq i lumtur dhe në paqe me veten e tij, dhe ai nuk ka nevojë të duket i fortë, nuk ka nevojë të shtiret, sepse ai tashmë ka dorëzuar veten tek Zoti i tij, i cili e di më të mirën dhe çka në brendin ky person. Imam Husseini, paqja qoftë mbi të, ka thënë: çfarë ka humbur ai që të ka gjetur ty, pra Allahun, dhe çfarë ka gjetur ai që të ka humbur ty. Kjo fjali përmbledh gjithçka, sepse njeriu, nëse ka Allahun, ai ka një burim të pashtershëm qetësie, shpresë dhe drite. Dhe nëse i mungon kjo lidhje, asgjë tjetër nuk e mbush plotësisht atë boshllë. Çdo gjë në këtë botë është e përkohshme dhe e lëvizshme. Gëzimi vjen dhe shkon. Njerëzit ndryshojnë, rrethanat përmbysen, por lidhja me Zotin e gjithësisë është e qëndrueshme dhe nuk të zhgënjen kurrësi. Kur njeriu e vendos këtë lidhje në qendër të jetës së tij, ai fillon të shohë gjërat ndryshe. Nuk lidhet më verbërisht pas asaj që humbet, dhe nuk tronditet thellë nga ajo që atij i ikën. Dhe kjo është pasuria më e madhe që mund ta mbaj zemra e një besimtari. Të mos harrojmë, të nderuar dëgjues dhe shikues, se në fund të ditës, ndoshta nuk kemi nevojë për një jetë perfekte. Ndoshta nuk kemi nevojë që çdo gjë ta kemi në kontroll, por ajo që na duhet është një zemër që e di ku të kthehet, e di ku e gjen paqen e saj dhe gëzimin e përhershëm. Një zemër që mes gjithë kësaj zhurme të kësaj bote, gjen një cep qetësie që e përmendet Allahun dhe gëzohet në ato momente. Sepse qetësia nuk është në mungesë problemesh, por qetësia e vërtet është prania e Allahut në zemër, pavarësisht çdo gjëje. Në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xheleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.